Në 28 vjetorin e masakrave në Likoshan dhe Qirez, një dëshmi rrëqethëse vjen nga një prej të mbijetuarve, një baba nga Drenica, të cilit forcat serde ja vran 4 djemt në oborrin e shtëpisë. Shermet Sejdiu, me zërin që i dridhet nga dhimbja, kujton ditën kur bota e tij u përmys, një tragjedi që la gjurmë të pashlyeshme edhe në historinë e Kosovës. Gjithçka nisi papritur. I moshuari tregon se atë ditë ndodhej në Prishtinë kur dëgjoi për luftimet që kishin nisur në Prekaz dhe Laush. I shqetësuar u kthyre me nxitim, por u detyrua të strehohej në një mal aty pranë. Prej andej, pa me sytë e tij të merrin, teksa shtëpit digjeshin e flakët glabëronin gjithçka. Më kanë vrarë 4 djemt e mi, edhe 2 të tjerë, janë vrarë 6 shqiptar në oborrin tim. Kur filluan ngjarjet në Likushan dhe Qirez, atë ditë sikur sot që më keni ardhur, nesër bëhen 28 vjet që janë vrarë djemt këtu. Unë kam shkuar në Prishtinë me ndejt, e kam pasur motrën të gjallë atje, kam dejt atë natë, kemi ardhur diku te kroni i mbretit, kam ni që Prekazi e Lausha po luftojnë, kam ardhe në Drenas me këmbë, e pash nuk ka këndej asgjë, ishte një grup me njerëz, fola me ta, e quan një djalë, tha Prekazi dhe Qirezi, tha na jemi prej Prekazit, edhe djemt e djeri ka thënë, që po luftojnë. Kam ardhur, kam dejt në një mal, kam e nic thirret, aty kanë gjuajtur 2 helikoptera, sa kanë mujt, tëra shtëpit përveç një e jeme se nuk dukej prej atje. Më kanë vrarë 4 djemt e mi, edhe 2 të tjerë, biri i Seferit, të Nebiut i Liri, edhe Beqir Rexhepi, këtu janë vrarë 6 në oborrin tim. Shqiptar, këta 4 djemt e mi, edhe ata që i kam si vëllezër të vendit ton, Rëfen Sejdiu. Tragjedia e familjes së tij ishte pjesë e një fushate më të gjerë terrori. Atë ditë në rajon u vran gjithsej 24 persona, ku familja Ahmeti nga Likoshani pësoi goditjen më të rëndë, duke humbur 11 antar. Doli gruaja, tha mbetem po djem, thash çka të ketë thënë Zoti. Kam dejt atë natë atje gjithë natën në mal, jemi sjell për rreth, kam parë se ku janë, vëllain e Xhemshitit e takova, e më tha është vrarë Xhemshiri, Rukia, edhe babën e kanë plagosur. Në ora 3 filluan të ikin forcat, kam ardhur te shtëpia, këtu kanë qenë një 10.000 veta duke shikuar, kur erdha këtu, ropti kisha pasur te një kushëri, doli gruaja, tha mbetem pa djem, thash çka të ketë thënë Zoti, thash ka dalë të bëhemi të forte, Zoti si ka thënë, edhe thash, ti ri këtu, po shkoj te shtëpia, prej atje i pash 2 të vrarë, 2 djemt të vdekur, 2 i kishin futur brenda, këtu kur del një kushëri, tha pasha Zotin, shko shihi, thash 2 po i shoh të vrarë aty, kur erdha 4 të vrarë, nuk është lehtë, është rënd, na kanë zënë si në gjumë, pa pritmas, tha Sejdiu. Për mbi 100 veta kanë qenë në obor, djali vogël, Bekimi, ka thënë, nuk ka djalë nëne që hynë, ata si kanë hyrë, me dyer, me dritare, më kanë bërë krësh, kanë gjuajtur, kanë sulmuar, tash janë hyrë brenda, e kanë qitur jashtë, Beqiri i madhi ka qenë, i ka thënë, shtrihu për tokë, qatu me Bekimin. Bekimi nuk ishte dorëzuar njëherë, e kanë rrahur, edhe më pas gruaja, u afrua i ka thënë, Zot, ju vraft, arrehet ky fëmijë pa ju vrarë Zoti mos e lasht, e kanë rrahur edhe gruan. Nazmia dhe Bekimi janë vrarë në obor, këtu më kanë vyetur sa plumba, nuk e dija sa t'herë as sot, veç të 4-tit këtu i kam pasur të vrarë, janë ata 2 të tjerët këtu, nuk ka qenë left, rënd, po nuk gjeta rrugë tjetër, ju kam mbështetur Zotit, thash ti ruaj këta robë që më kanë mbetur, mos të dëmtohen më shumë. Pas 28 vjetësh, plagët janë ende të thella, i moshuari Shermet Sejdiu kujton se si djemt e tij ishin shpresa e familjes, student që po përgatiteshin për ardhmen. Djemt ishin shpresa e familjes, student që po përgatiteshin për ardhmen. 22-23 vjeç kanë qenë djemt, binjakët, Bekiri më i madhi, nuk gjeta rrugë, ju mbështeta Zotit, më ka ndihmuar Zoti, pas ka qenë jeta e tyre e shkurtër. Tashi desha të them, fjalët e para që desha të flas, 95-ën kam qenë 6 javë ditë në Skenderaj, ditën e fundit që u bën 6 javë ditë, mi lupin binjakët, 2 altia i kishin, serbisht më pyetçin, dinin të flisnin edhe shqip, po qeshi po them, së di asun serbisht, binjakët ishin 16 vjeç, tha ata i duam, unë e rejta, 16 vjeç, është në fakultet, s'ki qare po kallzuar me çfarë autobusi po shkon, edhe krejt ata profesor, edhe shoqërin, qare s'ki po kallzuar. Me 28 shkurt 1998, forcat serbe vran 24 banor të Likoshanit dhe Qirezit. Beqir Sejdiu, 26 vjeç, Nazmi Sejdiu, 24 vjeç, Bedri Sejdiu, 24 vjeç,
Bekim Sejdiu, 23 vjeç, Ilir Nebihu, 30 vjeç, Rukia Nebihu, 27 vjeç, në muajin e 7 të shtatzanis, Xhemshir Nebihu, 33 vjeç, Ibish Rama, 38 vjeç, Behram Fazliu, 50 vjeç, Ismail Behrami, 30 vjeç, Gani Ahmeti, 46 vjeç, Ahmet Ahmeti, 50 vjeç, Hamza Ahmeti, 44 vjeç, Hilmi Ahmeti, 44 vjeç, Driton Ahmeti, 23 vjeç, Naim Ahmeti, 22 vjeç, Lumni Ahmeti, 19 vjeç, Shemsi Ahmeti, 18 vjeç, Basri Ahmeti, 18 vjeç, dhe Elhami Ahmeti, 16 vjeç. Ran edhe dëshmorët Recep Recepi, 63 vjeç, Bekir Recepi, 30 vjeç, Muhamet Gjeli, 17 vjeç, dhe Naser Gjeli, 38 vjeç, në luftimet ndërmjet UÇK-s dhe forcave serbe në Drenicë. Ishte ndër masakrat që tronditi botën. Në një raport për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, HRVD, kjo masakër përmendet si ngjarje që shënoi fillimin e pjesës më të dramatike të luftës së Kosovës.